Unë nuk jam i paanshëm këtë histori, kështu që s'kam si të bëj se si i paanshëm, pra dhe më duhet t'ja u them kujdo që është shef emisionin që ajo çfarë them unë është duhet marrë me rezervë. Në pavarësisht se natyrisht i përpiqem të jem sa më objektiv dhe gjë. Unë personalisht e gjeta befasues për arsyeën e thjeshtë sepse njësoj si shumë të tjerë kemi pasur perceptimin që PS-ja është shumë e fortë, nuk e sfidon dot, po bën namin, janë me çdo skandal që i ka ndodhur, nuk i ka ndodhur gjë ke vota. Zero, vendet e punës, sistemi patronazhist, kjo ajo etj. Dhe gjithë mendonim që kjo fushat do niste nga një rezultat me dominancë shumë të fortë nga ana e Partisë Socialiste. Sondazhi tregon në fakt që janë kokë në kokë, janë në një vend. Dhe çfarë ndodh? PS-ja e ka nisë fushatën e vet, nuk është të bëjë një gjë të re në fushat, nuk ka çfarë të bëjë në fushat. S'ka çfarë të bëjë sepse ato gjëra që i ka thënë gjithmonë do t'i thotë edhe të fushat. Nuk do dalit thotë që shiko se Tirana është qeverisë gabim dhe ne tash do ndryshojmë, do bëjmë diçka të re. Njerëzit e dinë që kushdo që të vijë në krye të Tiranës, nëse do vi nga ana e Partisë Socialiste, do qeverisi saktësisht njësoj siç është qeverisë Tirana deri më sot. Për mirë ose për keq e lejmat e muhabet. Por nuk ka çfarë të bëjë fushat te kjo pjesë. Ai që është faktori i panjohur këtu është faktori Binaj. Këtu është risia. Dhe nëse që në fillim fushatës këta dalin kokë më kokë, ndërkohë që Binaj akoma se ka filluar fushatën e vet, do thotë që ka një potencial shumë të madh që ky rezultat të ndryshojë shumë. Mund të ndryshojë në sensin që Binaj mund t'ia fusë kot bëj një fushat të dobët edhe bie poshtë, por mund të bëjë një fushat shumë të mirë që ta ngrejë mjaftueshëm pikë. Është dhe një faktor tjetër. Të kemi parasysh që zakonisht kur bëhen zgjedhje, para se të bëhen zgjedhje nëpër sondazhe, ka një dallim midis pëlqyeshmërisë ose jo vetëm pëlqyeshmërisë, por dhe prirjes së deklaruar të votës në sondazh dhe votës në fund. Kjo nuk ndodh zakonisht për kandidatët e mëdhenj, por ndodh për kandidatët më të vegjël, partitë e vogla, të reja etj etj. Edhe po të shikojnë në zgjedhjet e fundit, për shembull, këto partitë e Lapajt, Shabanit, Shehajt etj etj. Kishin një pritshmëri në sondazhe në fillim, 9% etj. Në rezultat zbritën më poshtë. Dhe është normale. Jo vetëm në Shqipëri. Është standard në çdo studius i shkencave politike, siç jam dhe unë e di shumë mirë që kështu funksionon. Pra mund të jetë edhe ky trend me rezultatet paraprake që dalin me Arlim Qorin dhe Marko Dajtin. Marko Dajti do marrë 1.5% vota. Po, 1.5% të votave deri tani. Ai faktori tjetër është aty Arlim Qori. Arlim Qori aty rezulton 12.5%. Ju kujtoj që kur janë bërë sondazhet para 10 vjetësh për Gjergj Bojaxhiun, në disa nga sondazhet dilte 18% në Tiranë. Në fund mori 6%. Gati 3 herë më pak. 3 herë më pak. Çfarë ndodh? Dhe po të shikosh edhe zgjedhjet, edhe sondazhet e fundit në Tiranë që janë bërë për zgjedhjet para një viti e gjysmë etj, e njëjta prirje ka qenë. Domethënë, shumë vota në fillim, se janë vota zgënjimi, pastaj kur vjen puna që bëhet fushata, njerëzit fillojnë edhe bën punë edhe ai efekti psikologjik që ti fillon edhe orienton votën jo drejt kandidatit që ty të pëlqen më shumë, ose kandidatit që për cilin ti të voton për inat të tjerëve, por drejt atij kandidati që është e keqja më e vogël dhe që ka shanse për të fituar. Efekti lokomotivës në shkenca politike. Domethënë çfarë ndodh tash? Në rastin konkret, Arlim Qori nuk ka për të marrë 12.5% votave. Do shkojë me shumë gjasa diku te 4% në rastin më të mirë. Por ku do shkojë ky 8.5%? Mes dy kandidatëve të parit dhe të dytit. Dhe këtu pastaj duhet bërë analiza. Çfarë lloj elektorati mbledh Arlim Qori? Është një elektorat që është i zhgënjur me partitë politike, me të dyja rastet. Vota majtas. Jo. Merr vota, ka një pjesë të elektoratit që është elektorat nostalgjik të regjimit, një pjesë dogmatik marksist leninist etj etj, por pjesa tjetër janë njerëz që e shohin edhe nga që ai nuk është provuar asnjëherë në politikë, e supozojnë si të ndershëm etj etj, ai provojnë diçka të re, me që këta të tjerët i kemi provuar. Por nuk është domosdoshmërisht një elektorat i majt, i cili do të shkonte dhe do të votonte majtas. Është një elektorat i cili është kryesisht urban, i zhgënjur, i lëkundur, qartësisht, dhe i cili do duhet mendojnë atë ditë se kush është kandidati tjetër më i përafërt kundër të dy partive kryesore, dhe në rastin konkret ke zgjedhje midis direkt për të përplas për të votuar për një parti kryesore ose për të votuar për një kandidat i cili mbështetet nga parti, por është prapë i pravarur. Gjë që më bën që të mendoj që ai 8.5% që mund dali 8%, tash do të bëj diferencën do bëj diferencën e para dhe e dyta, ai ka me 90% probabilitet do shkojë drejt Binajt, sepse Binaj është kandidati më i afërt me Qorin po ta shohësh.
janë shumë larg me njëri tjetrin. Po patjetër. Por një votues i zgënjur nga partitë në zgjedhjen midis PS-s, që është ajo që është etj. Dhe Binajt, kandidati i pavarur i mbështetur nga të tjerët, mendoj që zgjedhja më logjike ka Binajin. A mendon që po Partia Socialiste i ka patur sondazhet e saj ndoshta edhe që në shtator apo edhe para shtatorit kur Rama e prezantoi Ogerta Manastirliun dhe njoftoi zgjedhjet në Tiranë. A mendon që këto shifra mund të jenë të përafërta edhe me sondazhet e socialistëve?